Shefi i tregtisë i Bashkimit Evropian Maroš Šefčovič tha se një marrëveshje tregtare me Indinë është shumë afër pasi bloku synon të ulë tarifat e larta për kompanitë europiane në një nga tregjet me rritjen më të shpejtë por shumë të mbrojtura në botë. Në disa sektorë India ka tarifa që shkojnë deri në 150% dhe për këtë arsye pjesë të mëdha të ekonomisë janë mbyllur plotësisht për eksportuesit europian, tha Šefčovič. Nëse arrihet marrëveshja, ajo do të krijojë një zonë të tregtisë së lirë që mbulon 2 miliard njerëz dhe do të heqë tarifat doganore indiane për importet nga Europa, por jo të gjithë sektorët do të përfshihen, shtoi ai. Ne vendosëm të mbajmë sektorët më të ndjeshëm për të dy ne jashtë kësaj marrëveshje në mënyrë që të mund të përqendrohemi vërtet në rezultatin pozitiv. Rreth 6.000 kompani europiane operojnë aktualisht në Indi. Tregtia e mallrave midis Bashkimit Evropian dhe Indisë është rritur me pothuajse 90% gjatë dekadës së fundit sipas shifrave të Komisionit, me 48.8 miliardë euro mallra të eksportuara në vitin 2024. Sipas Šefčovič, kjo është marrëveshja më e madhe tregtare ndonjëherë. Kjo marrëveshje do të mbështeste strategjinë më të gjerë të Bashkimit Evropian për të diversifikuar lidhjet tregtare dhe zvogëluar varësinë nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Ai shtoi se marrëveshja do të na ndihmonte të kishim një sigurim kundër trazirave globale tregtare. Negociatat kanë qenë të vështira. Homologët indian janë negociatorë shumë të ashpër, tha Šefčovič, duke shtuar se ata kishin një tarif të lartë. Janë një vend në zhvillim dhe ne donim të respektonim specifikën e tyre dhe në të njëjtën kohë të mbronim interesin e përgjithshëm evropian. Qëndrueshmëria mbetet një pikë kyçe ngërçi, veçanërisht kundërshtimi i Indisë ndaj taksës kufitare të karbonit të Bashkimit Evropian.